Tha ditë kur ma ki hi, tha barkë jem ka qëtë çplo barkë se përdo me ta hi. Sahabët janë nisën me kajtë, së së me paramendus, përdo me hi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. E moru kashja. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë moment duke ligjiru, duke jep porosi shokëve të tij, atëherë vendosi edhe trupin e tij, e vendosi për hakmarrje nëse ndo kuj ka hin hak. Tha kuja kom hi, kuja kom godit, apo kon e kon shojt, tha ja që ko trup jam dhe që e kom unen. Sahabet e ullshin kokën dhe nishin me kajt krejt. Krejt sahabet kajshin, edhe sikur sa ta të ishin me thonë, kush mundet mu qu tash me lyp hak për balteje, ja Rasulullah, kur në mes të gjamis po ndëgjohet një zo. Po ndëgjohet një zo për ngrit dorën një sahabe, tha ja Rasulullah, tha ty bo reshtat një luft për i luftave, tha me shtagen tënde, e kësh një shtagaj që i rështon të reshtat, tha ma kehin bark, se shike kusha pejgamberi s.a.s. Kur u ngrit sa ngritu, u ngrit e pa u kashe ibn Muhsan, tha u kashe, ti e ajt për ty që bona dua para pak ditve, e dini ju hadithin e 70.000 herë 70.000 xhennet, kur tha, ja Rasulullah, lutu për mu që unë të jam për atyne që të hinë xhennet, pa llogarie, pa azab. U që Alija radiallahu anhu, tha ja Rasulullah, unë tha, aleje lë kisas, det më godet mu. Pastaj tha Ali, sa shko të Fatimja, tha e kom shtagen, me të cilën i rështej, i bëjsh aresht safat, shko mere pruje shtagen. E prujti shtagen, kur shkaj Alija radiallahu anhu të Fatimja, për i thot qikës vet, qikës pejgamberi s.a.s. Tha ja Fatime, o Fatime, tha, më ka dërgu, tha baba jut me ma jep shtagen me të cilën i rëndon të i rëb, i bën të resh shtafat. Fatimja për i thot, tha Alisa, autu kon smut tash po tani. Nuk po tani me lon rahat. Tha Fatime dhe ama shtaken se pejgamberi s.a.s. është të kërku. Erdh të pejgamberi s.a.s. Alija radiallahu anhu, pruni shtaken, e thiri u kashen dhe afrau. Kur afru kashja, i tha ja Rasulullah, o lakin batni kane me këshuf. Tha dit kur ma ki hi, tha barkë jem ka qëtë çplo barkë se përdo me ta hi. Sahabët janë nisën me kajtë, së së me paramendus, përdo me hi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. E moru kashja. Shtagen u matë një herë, u matë 2 herë, 3 herë e gjujti shtagen në dhullë dhe e puthi barkin e ti sallallahu aleyhi wasallam. أطفأت الرحال نورا. I tha pejgamberi sa më ka do kështu, tha o kashe, tha po du, tha që buste mia me prek lëkurën tonë dhe për herë të fundit ja Rasulullah. Atër sahabët e pejgamberi sa sallam fillojnë të vajë edhe ma shumë. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi billahi nuk kime gjetë njeri ma drejtë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shisha, i pari shtetit, komandant, kretar, gjitha, ama nuk donë të mu largu pi dynjas nëse i ka bot dikuj pa drejtësi. Kjo të regon një shembull praktik si du të me qenë udhëhetësi i muslimanve.